Interesi, që shë tha porës dhe zotnia, gjithmonë interesi. Dëgjoni me një sen, apo i një muve 1 vjet, 20 vjet, apo 30 vjet, qatë ditë që s'kini, nuk kemi një mu, qatë ditë kemi prish interesin, jo me vlla, me gru, me thmi, me gjithë. E vetëm njeri që pat interes don është nona, edhe baba. E mirë. Ta tjerët, besën për ta, pe eksperiencës, qatë ditë, djali vllavit, 7 vjet që ka pas, qatë ditë që ka një që kom ble tokë, ka thonë, a di qka, që se herë nuk pas ka 50 euro. Bëlementi, 7 vjet që ka pas. Do të thot, e ka ditë ku shkojmë quën e parët e tokës që nuk ka 50 euro ma. Dhe tash? Do të thot, është e kjartë, mas e kjartë, është gjithmonë interesi. Mirë. Edhe një san shtesë dhe shta me thonë. Po. Mërgata me të vërtet punon shumë, do shta ka dikush ka 1 punë, 2, 3, 4, nuk e di, sa të bujnë e punu. Po e din edhe më kënaq që ka vëzë e shoqës tonë në kratë gjallë që e ke. Po. E nuk është edhe more me thonë që shta parë ke 50 euro gjysës mja që vllavit ose motës, se ko pjo vynë, pja kona me lypë për shamëll. Ku t'ki tepër do të thotë edhe është mirë me shpenzu me dikon që ki qef ti. Sigurisht. Unë e pëtom 1.000 euro, 2.000 euro me postë rëkun Kosovë, këtë jarë gjitë bosh ka donë, ku t'ja qëni 100 euro ose 200 euro një adhofë pi Zvicrës, i dukër mat omla pak, i ha gjitë me dëshirë, pak ma tepër. Po. Faleminderit shumë. Jo, faleminderit edhe juve, s'ka pse. Shëndet. Shëndet, gjithashtu. Tum. Arza. Hajde më thuaj.